këtu para jush, duhet t'u them shqiptarve se kjo farsë është një fatkeqësi e madhe kombëtare, por kjo farsë ka vetëm një rrugdalje, qendresin e tyre, sepse kjo farsë është e dënuar ndërkombëtarisht para se të zhvillohet. Dhe se për çdo akt qendrese, shqiptarët kanë mbështetjen e fuqishme të gjitha forcave politike të qendrës djathtë në Europë, që dënuan 11 majin para se të ndodhte, para se të mbyllej, se ndodhte ajo po ndodhte, gjërat po ndodhin. Ndaj dhe erdha edhe një herë këtu të ritheksoj dimensionin e krimit, dimensionin monstruos të krimit në këto zgjedhje. Me fakte, me dokumenta. Këta janë deputet të krimit që morën zbashku, vetëm këta 4 që citova, 80.000 vota. Pa llogaritur të tjerë si Zjeqineja. Ndaj dhe këto zgjedhje nuk mund të njihen. Nuk ka, rruga e vetme është qeveri teknike dhe zgjedhje të lira. Ne qëndrojmë për krimin e qeverive teknike, sepse me Edi Rama nuk ka vetëm farsë dhe nuk ka zgjedhje. Dhe dënoj me forcën më të madhe presionet e zyrtarëve e narkozyrtarëve shqiptarë ndaj vëzhguesve ndërkombëtar. Igli Hasani, paturpsisht, thret në zyrë vëzhguesit dhe u kërkon llogari për raportin. A mund të imagjinoni ju? Vëzhguesve ndërkombëtar të kërkojnë llogari pala që ka krijuar farsën. E dënoi me forcën më të madhe aktin e tij. Dhe jo më pak te Edi Ramës dhe kërcënimet e tij. Këto kisha sot paraqisje para jush. Daniela Maloku, Report TV. Ju sapo e deklaruat edhe një herë që nuk do t'i njihni zgjedhjet. Ju sapo deklaruat edhe një herë tjetër që nuk do t'i njihni zgjedhjet. Megjithatë, në një dalje publike tuaj, ju keni deklaruar që nuk do të votoni në parlament asnjë ligj përveç ligjeve për integrimin, pra nuk do të bëheni pengesë për ligjet për integrimin. Kjo do të thotë se pavarësisht se ju njihni zgjedhjet, ju do të jeni në parlament në shtator për të marrë 50 mandatet tuaja, apo do të mendoni një skenar tjetër? Të gjitha do vendosen nga forumet, por unë në modelin ose në presupozimin e pjesëmarrjes në parlament, votimit, deklarova që ne votojmë dhe do votojmë vetëm ato ligje që kanë të bëjnë me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky ka qenë. Unë nuk thash se a do marrim apo s'do marrim, por unë thash në rast se ne marrim, ne do votojmë vetëm këto. Se ato nuk e vendosin atë vendosin forumet, do ketë diskutim forume, do ketë, këto janë zgjedhjet. Këto janë farsë, nuk janë zgjedhje. Këto janë farsë elektorale. Janë farsë elektorale ndërkombëtarisht e damkosur si e tillë para se të zhvillohen. E faktuar totalisht nga vëzhguesit ndërkombëtar në raport të tyre paraprak. E faktuar. Pra, ky është realiteti sot. Zoti Berisha, ju thoni se janë zgjedhjet e reja përmes një qeverie teknike. Ju nënkuptoni një kërkesë për zgjedhje të parakohshme? Normalisht vetëm zgjedhje të parakohshme. Pa diskutim. Dhe si mund të realizohet? Qeveri teknike me një agjendë të përcaktuar, problemet që lidhen direkt me integrimin dhe zgjedhjet e lira të ndershme. Kjo është kërkesa
jonë për cilën do të luftojmë me të gjithë mbështetësit tanë dhe gjithë miqtë tanë në Europë dhe në botë. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Pyetja e parë, Zoti Berisha, në zgjedhjet e 11 majit, rreth 200.000 vota shkuan tek partitë e reja. Pra, duke mos preferuar as Partinë Socialiste as Partinë Demokratike. A janë këto vota 200.000 vota fars? Urdhë? A janë 200.000 vota që shkuan partive të reja fars? Më fali minutë. Kur thua zgjedhjet fars, ti nuk e thanë se çdo votë është fars. Jo. Kur thua zgjedhjet fars, zoti Stafa, thua që ky regjim ka përdorur ose ka zbatuar farsën elektorale në vend të zgjedhjeve demokratike. Dhe që ky regjim ka përdorur ka aplikuar farsë elektorale, nuk është se e them unë këtë gjë, por kjo është e dokumentuar, e certifikuar dhe e denoncuar nga 82 parti politike të Europës të qendrës djathtë. Më fal. Pojmë Partisë Demokratike. Një sekond. Nuk merr mate, kam këtë unë. Në qoftë se regjimi shtetin e shënon në shtet elektoral, në që kuptim? Në kuptimin që përdor të gjitha burimet financiare të shtetit për të marrë zgjedhjet, si që ndodhi me 76 milion 100 euro për çdo pensionist, si që ndodhi me 200 milion falje të gjobave, si që ndodhi me miliona tërë që po i llogarisim për tërmetet, vazhdon historia e tërmeteve përsëri, si që ndodhi me 500 milion euro prokurime, si që ndodhi me 10 milion euro tjera asfaltime dhe zhavor, si që ndodhi me shpalosjen e sistemit të patronazhistëve të përbërë nga zyrtar, polic, oficer, gjykac, prokuror në mbar vendin, atëherë gara është vetëm fars. Vetëm me këto gara s'është gjë tjetër vetëm fars. Por, nuk janë vetëm këto. Janë xhelatët, janë bandat vrasit serial. Dimension tjetër, i pamohueshëm, evident, i qartë për çdo shqiptar i kësaj farse. Pra, tani, në modelin e farsës ka një gjë. Modeli i farsë është ky. Në këtë model fiton gjithë diktatura. S'fiton kurrë opozita. Dhe ai që mendon se mund të fitoj farsën, ai beson gënjeshtrën e tij. Ai që mendon se mund të fitoj farsën, beson gënjeshtrën e tij se ka një histori botërore farsa. Pa thënë pastaj kontroll në të mërshëm mediatik. Ju e keni pa. Janë faqet tëra që kushtohen kontrollit qeveritar të medjave, censurës. Dhe gjëja më rëndë, ja u thëmu ju se ju një tri, nuk keni jetuar në diktaturë. Jo, shumë fat mirë keni patur. Po gjëja më rëndë e njeriut është autocensura. Se mirë censurën ta imponon dikush, po autocensurën që ti nga frika ja imponon vetës tënde, ajo është faktori më shkatrimtar i dignitetit dhe i psikologjisë njeriut. Dhe është konstatuar që gazetarët bëjnë autocensurë.